Du t'i falenderoj votuesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës që më 12 tetor na dha një mbështetje të jashtëzakonshme në këto zgjedhje lokale. LDK në këtë konferencë për media konfirmon se ka fituar, prind dhe është në garë në gjithsej 12 komuna. Pra edhe njëherë, LDK konfirmon se ka fituar, prind dhe është në garë në gjithsej 12 komuna. Pra 12 tetori është i 12 komunave të LDK-s. LDK sonte shpall fitoren në raund të parë në këto komuna. Në Istok shpallin fitoren në raund të parë, në Lipjan shpallin fitoren në raund të parë dhe në Junik shpallin fitoren në raund të parë. Urojmë kryetarët e tashëm dhe të arshëm të këtyre komunave për këto fitore, urojmë Ilir Feratin në Istok, urojmë Imri Ahmetin në Lipjan dhe urojmë Rushdi Shehun në Junik. Ky fundit natyrisht me votat të Mërgatës. Afër këtij urimi, shumë afër këtij urimi, jemi edhe për Gazmend Muhaxherin, i cili është afër të përfundoj garën që në raund të parë. Me vota në Kosovë, LDK sipas votave të numëruara nga komisionerët dhe bashkëpunësit tanë, në pej është rreth 49%. Presim që me votat e Mërgatës në pej, ky prag të kaloj lehtësisht mbi 50%. E kur jemi të kryetarët e tashëm dhe të arshëm, në veçanti urojmë fitusin e garës kryesore në këto zgjedhje, urojmë përparim Ramën. Në Prishtinë, pas 12 vitesh, LDK është parti e parë edhe për kandidat, edhe për kuvend komunal. Pra pas 12 vitesh, LDK-ja kthehet si parti e parë edhe për kandidat, edhe për kuvend komunal. Dhe ky kthimi yni, i madh në kryeqytet, është shenjë e një pune të madhe të përparimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, është një shenjë e forcimit vërtet të LDK-s. LDK është në balotazh dhe në komunat në VM, në Fushë Kosovë, rreth 38%, në Soarek rikthehemi në balotazh pas shumë kohësh me 33%, jemi në balotazh në Gjelan dhe jemi në balotazh në komunën e Rahovesit. Jemi të lumtur, jemi falenderues e mirënjohës votuesve e qytetarëve tanë. Ne jemi të gatshëm sonte të bëjmë fest, nesër të vazhdojmë punën për fitoret që na presin në 9 komuna tjera ku jemi në garë. Sonte ju lus na kurseni prej temave qendrore dhe për shkak të angazhimit e mundit të madh të njerëzve tanë, na lejoni që të shijojmë dhe këtë moment se s'na vjen shpesh. 8 muaj më parë në këtë dhomë kisha shpallur rezultatet, kisha pranuar dhe humbjen. Politika është e tillë, 8 muaj më pas, po në këtë sallë, para jush, me krenari, e shpalli LDK-n fituesit të zgjedhjeve lokale. Sot u vërtetua se projektet e mëdha dhe programi ynë për transformimin e Prishtinës kanë marrë jo vetëm mbështetje, por edhe legitimitetin e plot për 4 vitet që vinë. Kemi fillu besimin tuaj për punën e ndershme, për përkushtimin e palodhur dhe për vizionin që kemi ndërtu bashkë gjatë tyre 4 viteve, plot sfida, blokada dhe pengesa, por edhe me shumë dashni, vullnet e punë të mëdha. Sot, qytetarët e Prishtinës dhanë një mesazh të fortë e të qartë. Ne duam zhvillim, vizion dhe transformim në një qytet metropolitan. E gjithë dim që Prishtina është zemra e Kosovës. Është motori i zhvillimit në çdo fushë dhe si e tillë duhet të jetë edhe frymëzimi dhe fokusi i secilës qeverisje qendrore. Kushdo që bëhet pjesë e vizionit ton, i cili është tashmë fitues në kryeqytet, jemi të gatshëm që të bashkëpunojmë me secilin, po them që i bashkohet vizionit ton për transformimin e mirëfillt për të gjithë qytetarët e kryeqytetit.